A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, pe ti ndim kërkojmë vetëm për Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që zonë Allahu askush nuk ka mundësi të devijoj dhe atë që devijon Allahu askush nuk ka mundësi të udhëzoj. Salatet, selamet, përshëndetet tona më të përzemërta qofshin pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, temën që kishit të lajmëruar pra ti dhe shejtani një luftë që nuk mbaron kurrë. Një temë të rëndësishme, gjë që vëllezërit e kanë zgjedhë këtë temë, Allah i shpërbleft, kanë ditë çka me zgjedh. Çështja është çështje e imanit apo e mosbesimit e kufrit. Çështja, tema ka të bëj me qëllimin e njeriut final, ose xhennet ose xhehenem, ose ibadet ose mëkat. Shejtani, një krijesë që ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka është ky shejtan? Dhe pse dhe kur dhe si filloi armiqësia e shejtanit ndaj njeriut? Një historik të shkurtër, a thu, pse kjo armiqësi ka që madhe prej shejtanit ndaj njeriut? Ndaj kujt po don më u hakmar shejtani? Jo vetëm ndaj njeriut, jo. Shejtani po don më u hakmar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe është përbetuar për këtë çështje. Të nderuar vëllezër, kur të kthehemi në historikun e kësaj armiqësie, Allahu azza wa jall kur e krijoi qiejt dhe tokën, krijoi melekët, e krijoi edhe shejtanin, e që baza e krijimit të shejtanit ishte zjarri e kurse i melekëve drita. Ishte njëri prej në mesin e melekëve që adhuronte Allahun azza wa jall. Por nuk ishte melek. Në momentin kur Allahu azza wa jall vendosi me kriju njeriun e parë, Ademin alayhis salam, një krijesë tjetër pos këtyre krijesave. Dhe i tha Allahu melekëve, i tregoi që unë do ta krijoj një njeri. E krijoi Allahu azza wa jall për të ra shkurt, e krijoi Allahu azza wa jall Ademin alayhis salam. Dhe Ademi qëndronte vetëm si një trup pa shpirt. Ka ardhur në hadith që transmeton Imam Muslimi, ku shejtani ju ka sjell Ademit alayhis salam, njeriut, dhe ka pa që në brendi është i zbrazët. Pra është një trup, në brendi ka zbrastir. Dhe ka thënë që lete pas kam me lekund. Let lekundet ky. Ka folë diçka për të ardhmen. Kër ka pasi një qenje si një objekt. Dhe në momentin që Allahu azza wa jall
i fryen shpirtin Ademit alayhis salam, urdhëron melekët t'i binë sejdë Ademit alayhis salam, sejdë nderimi. Dhe në momentin që i hap syt Ademi alayhis salam, i vjen shpirti, i hap syt, i sheh melekët që i binë sejdë që pënderojnë Ademin alayhis salam. Iblisi, pra shejtani, nuk i bjerë sejdë Ademit alayhis salam. Nga këtu fillon për herë të parë me kundërshtu urdhrin e Allahut subhanahu wa taala me sejdë. Ka kërkuar Allahu me ra sejdë, ai nuk bjerë sejdë. Ka kërkuar Allahu për njerëzve me fal namaz, nuk falin namaz, Allah na ruaj se kujt i gjasojnë. Dhe të shikojnë dhe le të mendojnë. Kërkoj me i ra sejdë Ademit alayhis salam prej shejtanit sikur prej melekëve, por nuk i ra, dhe pyeti Allahu, çka të ndaloj ju? Çka të ndaloj ty që të bish sejdë Ademit alayhis salam? Aty ai u dallua dhe ndikoi esenca e krijesës së tij, që dallonte prej melekëve. Ndikoi natyrshmëria e krijesës së tij tek ai, që me kundërshtu urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kujdes. Kujdes që mos të kthehemi në natyrshmërinë tonë, me thonë unë kam kështu, unë kam ashtu, unë jam nervoz, unë jam kështu. Jo. Duhet të shikojmë çka ka thënë Allahu azza wa jall. Dhe të jemi të nështruar ndaj urdhën të Allahut azza wa jall. Dhe ai, duke u mbështet në karakterin e tij, se është i krijuar prej zjarrit, dhe unë jam më i mirë se ai. Unë jam krijuar prej zjarrit, kurse ai është i krijuar prej dheut. Dhe është me thënë që dheu është diçka që shkilet, kurse zjarri nuk shkilet sepse ngritet lart. Ai u kthye dhe shikoj esencën e tij, se çka jam dhe kush jam, e shikoj preardhin e tij, dhe injoroj urdhrin e krijuesit që dhe ai ka krijuar, Allahu është i cili e ka krijuar këtë. U bë mendje madh, dhe kundërshtoi e refuzoi urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë Allahu i tha shejtanit, dil nga këtu, dil prej xhenetit, dhe ti je i mallkuar. Tha, o Zot, më jep jetë gjatësi të jetoj, më afatizo deri në ditën e gjykimit. Më amnisto deri në ditën e gjykimit. Allahu azza wa jalla i tha, shko, tha ik. Shko, ik, dhe je i afatizuar deri në ditën e gjykimit. Allahu azza wa jall veproi me urtësinë e tij dhe me sunetin e tij, se Allahu nuk ndëshkon më njëherë, nuk ngutet në ndëshkim. E lanë deri në ditën e gjykimit. Atëra ju kthye shejtani. Atëra pra, unë do t'i devijoj robët e tu, njerëzit, këto krijesa që i ke kriju, mu hakmar Allahut azza wa jall, se e mallkoj dhe largoj nga mëshira e tij. Nga ai moment ka filluar armiqësia mes shejtanit edhe njeriut. Nuk i ra sejdë Ademit alayhis salam, e kundërshtoi urdhrin e Allahut. Nuk deshti me nderu dhe me respektu këtë krijesë. Nga inati, nga mlefi, nga mendje madhësia. Dhe vazhdoi që me një premtim që do t'i kundërshton këta njerëz, dhe do t'i largon këta njerëz prej fesë së Allahut subhanahu wa taala, do t'i devijoj. Allahu azza wa jall ja ktheu se do ta mbushi xhenemin me ty dhe me pasuesit e tu. Domethënë, u largoi pi xhenetit, po tash ti mo ka xhenem për ty. Se e theve urdhin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kështu pra, nga ajo ditë është përbetuar shejtani,
në krenarin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa bi'izzatik, po përbetohem në krenarin tënde, se do t'i devijoj. Dhe subhanallah, shejtani i beson Allahut, i beson fuqisë Allahut azza wa jall, i beson krijimtarisë Allahut subhanahu wa ta'ala, por nuk po i nënshtrohet urdhnave dhe kërkesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga ai moment, shejtani ka pasardhës, iblisi pra ka pasardhës, e që iblisi me pasardhësit e tij, me ushtarët e tij, me punëtorët e tij, me argatët e tij, me shërbëtorët e tij, mundohen që pasardhësit e Ademit alayhis salam me i deviju nga rruga Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe zë nderuam, është një ajet kuranor ku na tregon neve tashti se kjo armiqësi e shejtanit, kjo luftë e shejtanit, si paraqitet tek njerëzit dhe si shfaqet tek njerëzit. Në çfarë forma shejtani fillon me deviju njeriun dhe me luftu njeriun. Kur themi lufta e shejtanit me njeriun, pra lufta e tij dhe qëllimi final i shejtanit është me largu njeriun prej mëshirës së Allahut azza wa jall, me largu njeriun prej adhurimit të Allahut azza wa jall. Përfundimi, me largu njeriun prej xhennetit të Allahut, sepse shejtani u përzu nga xhenneti e tash edhe ky njeri mos futet në xhennet. Masi unë nuk jam në xhennet, edhe ky mos futet në xhennet. Unë do të futem në zjarr, edhe njeriu ta marr në zjarr. Është një ajet ku Allahu azza wa jall thot: "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah." Nëse të ngacmon një ngacmim prej shejtanit, kërko mbrojtjen e Allahut nga shejtani. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe ky ajet ka të bëjë vetëm me besimtarët. Nga ky lloj i ngacmimit është vetëm me besimtarët. Vjen tek besimtarët shejtani dhe mundohet me i ngacmu. Mundohet me i ngacmu dhe ky ngacmim konsiderohet si fillim i promovimit të idesë së shejtanit. Vjen një mendim veç. Ngacmimi i shejtanit për besimtarë është një mendim. Akoma s'ka fillu me veprime tjera, më të ashpra, më ekstreme. Po, një mendim. Një vezvese e shejtanit. Një pëshpëritje e shejtanit tek besimtari. A thua mundet kështu. A thua si u bë kjo çështje. A thua si si caktoi Allahu këto 5 kohë të namazit. A thua 5 herë në namaz me apo bën ndonjë herë dhe me na ik ndonjë namaz apo diçka, dyshime të ndryshme, vezvese të ndryshme që i preton thuaj se çdo besimtar. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Atëherë thuj a'udhu billah. Çka janë këto mendime? Kërkojmë mbrojtjen e Allahut azza wa jall. E më pas. Nëse dikush i pranon këto mendime të shejtanit, atëherë vjen hapi tjetër, Allahu na ruajt, vjen edhe më ekstremja. Ku është përbetuar shejtani? Se çka do të veproj? Ka treguar Allahu azza wa jall për debatin që ka ndodhur mes Allahut edhe mes shejtanit. Dhe ka treguar Allahu azza wa jall në Kur'an që t'jemi sy hapur, sy qel, ja pra, ky është ai i cili e ka këtë plan ndaj jush. Andaj ruajeni veten tuaj. Ka zbrit Kur'anin, e ka dërguar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjë që ta kemi një plan program të jetës tonë se si të ruhemi prej armiqësisë së shejtanit. Shejtani është armiku juaj i hapur, thot Allahu,
fattakhidhuhu aduwa, dhe merreni për armik. Mos bëni hajgare, mos thuani se hajtë se lete kam me këtë. Jo, merreni për armik. Pej debatit që është zhvillu nga shejtani, është ka thonë, wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum, wala yubettikune adhal al-an'ami, wala amurannahum, wala yughayyirunna khalqa Allah. Unë njerëzit do t'i devijoj. Do t'i devijoj njerëzit. Pra, njeri është në rrugën e drejtë, sirat al-mustaqim, besimtar është në rrugën e drejtë, mundohet shejtani, është e përbetuar që do t'i devijoj, do t'i largoj nga rruga e drejtë. Gjëja e parë, mundohet me deviju njeri unë tash. Njëherë vijnë si ideja, si mendime, me ngacmime, nëse i pranon, e pastaj vjen devijimi. Kër vjen devijimi, pas devijimit, a mbaron me kaq? Jo. Do në dhe diçka lama keq, me përhap të keqen e ti. Më pas, wala umanniyannahum, tash mundohet që ata që i ka deviju me i bë argat për vete. Me i bë thirrës për vete. Dhe unë atyre do t'ja ndryshoj qëllimet e tyre. Do t'i përmbusha ata me disa dëshira, me disa epshe, me disa kajtje. Qëllimin e ka pasur njeriu që shtjetë të robja Allahut Azza wa Jall i udhëzuar, po tash ka deviju. E ka lënë fenë Allahu subhanahu wa taala. Më pas, po tashmë nuk i ka dhe qëllimin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, sepse shejtani ja ka ndryshuar mendimin e këtij njeriu. I ka fut atij mendime të ndryshme në kokë. Që thotë Allahu, wala umanniyannahum. Ka dhënë tash dëshira tjera, ka qëllime tjera, ka synime tjera ky njeri mon në jetë. Nuk është ai i cili ka qenë i udhëzuar dhe ka pasur për qëllim davetin, e ka pasur për qëllim thirrjen në rrugën e Allahut Azza wa Jall, qëllimi i final ka qenë i tij kënaqësia Allahut subhanahu wa taala, të jetë musliman i denj, po nuk e ka më këtash. Pas devijimit janë ndryshuar dhe mendimet, janë ndryshuar qëllimet. Qëllimi është veç arritja e kënaqësisë së dynjas. Qëllimi është përmbushja e epsheve, kajtjave të dynjas. Mbaron me kaq. Jo, nuk mbaron me kaq. Tashti vin urdhrat prej shejtanit. E ishte devijimi nga ana e shejtanit. Ishte ndryshimi i mendimeve, i qëllimeve tek njeriu. E treta, vin urdhrat, tashti pritë urdhrat. Allah na ruajt. Vin urdhrat e shejtanit. Tashtat do t'i urdhëroj ata. Do t'i urdhëroj ata që t'i bëjnë shirkë Allahut subhanahu wa taala. Tregon se çka ka vepruar, do të çka do të vepron me mushrikët. Do t'i urdhëroj. Në kohën e pejgamberit se çka ka bëu shejtani? Mushrikët i kanë bërë me sheja, kanë pre veshët, a mundon me shej i kanë bërë, ka pre veshët e kafshëve që i kanë për kurban, që i kanë bërë gati kurbanet për idhujt e tyre. Janë bërë me sheja dhe ata, do më të kanë qenë sikurse të shejta për idhujtarët e tyre. Do më thonë, do t'i urdhëroj që t'i bëjnë shirk Allahut Azza wa Jall. Tash t'i fillon kufri, pabesimi, shirku, ide të ndryshme, gjë që janë të përhapur ata shtin në kohën e sotit. Nëse ata kanë qenë në kohën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kohën e sotit ka lloje dhe forma të ndryshme të shirkëve. Pra tashmë fillon përfillja, zbatimi i urdhrave, nga se urdhri nga kush vjen? Urdhri vjen nga lart. Tash ti mo shejtani tek ai njeri është bë zotëri, është bë drejtor, është bë udhëheqës, lider, po urdhëron. Dhe Allahu Azza wa Jall ka thënë në Kur'an, mos ardhuro shejtanin
Jo që njeriu i bjerë sejdë shejtanit apo ruku se shejtanit, jo, por përfillja e urdhnave dhe veseve të shejtanit është adhurim ndaj shejtanit. Mi bë shirkë Allahut subhanahu wa taala, mu fut në mëkate, me deviju nga rruga Allahut azza wa jall, është adhurimi shejtanit. Me kaq nuk mbaron, se don me përhap të keqen dhe me ndryshu këtë bukurin e njeriu që ka krijuar Allahu azza wa jall. Tashti pasi që e krijova Ademin alayhis salam, e hun po du të bëton edhe me shëmtu këtë krijesë. Wala amurannahum fala yughayyiruna khalqa Allah. Dhe do t'i urdhëroj pas kësaj, pas shirkut, do t'i urdhëroj që ta ndryshojnë krijimtarinë e Allahut azza wa jall. Me ndryshu krijimtarinë, tash jo ndryshu më mendimet, ka bërë shirk edhe Allahut azza wa jall, është diçka shumë e thjeshtë mo. Edhe pse mos me ndru gjinin? Edhe a i keni parë për perëndim, tash edhe i mbrojnë kush e ndron gjinin. Edhe fëmijët nëse dojnë me ndryshu gjinin, i mbrojnë, nuk i kundërshtojnë, i japin të drejta. Edhe në qoftë se është domethënë fëmijë, ai po ndihet ashtu, okay, le ta ndron, po i japin të drejta edhe fëmijëve. Domethënë me ndryshu të pamurit, me ndryshu natyrshmërinë e krijimtarisë së Allahut subhanahu wa taala. Këto janë gjitha për hapat e shejtanit dhe lufta që bëhet prej shejtanit ndaj njeriut. Këto janë disa metoda të shejtanit se si me deviju njeriun. Dhe kur të kalojmë tek format që shejtani mundohet për me deviju njeriun, ato fillojnë që nga momenti i lindjes tonë në dynja. Ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, në momentin që lind biri Ademit në dynja, është pra ngacmimi i parë i shejtanit tek bebja kur qanë. Në momentin që vjen dynja, është ngacmimi për shejtanit. Pastaj vjen dhe afrohet shejtanit tek njeriu në moshën madhore, kur fillon me fal namaz, i vjen në namaz, e pengon në namaz. Mundohet që me hutu në namaz, ose me vënu namazin, ose me lën namazin. Apo i vjen në namaz, i bën vezvese, nuk e din se sa ka fal. E cytë në namaz. Apo, ka thonë pejgamberi selam, është një shejtan khinzeb quhet. A vjen apostafat e shejtan që i pengon njeriu në namaz. Vazhdon shejtani në formën tjetër, ku mundohet që mi sjell për ta ci njeriut. Që më përtu me kry ndonjë ibadet. Është koha e namazit, hajtë se ka kohë. Hajtë se ka kohë kur do të bën dhikrin, hajtë se ka kohë kur do të fillosh me lexu Kur'an, hajtë se sot atin, hajtë se asi, mundohet domethënë diçka jam i lodhshëm, diçka ashtu, diçka je atin pusho pak. Mundohet që me fut njeriu në gjumë, mos me ndin namazin e sabahut. Mundohet që me kot njeriun, ju hap goja. Edhe pejgamberi sallam ka thënë që adin kujdes nga kjo, që kur të hapni gojen, vendosni dorën në gojë dhe mos thoni ha ha adin, sepse me këtë qeshet shejtani. Nëse jeni në namaz dhe koteni ju hapet goja, mundoheni sa më shumë me shtrëngu veten. A më të që mos më bëj si shprehi tani vazhdimisht në namaz më kot. Vjen shejtani e pengon njeriun në gjumë, i del në ëndra të ndryshme, shqetësuese, frikshme. Mundohet që me bën njeriun pesimist në gjumë, në ëndër, me mërzit njeriun. Pra, nëse kemi shumë hadithe për këto çështje,
ku njëri prej sahabive ka ardhur ka thonë o dërguar Allah të kam pa kisha koka apo dherri ka thonë koka mu ka kput, tani koka mu ka rrotullu, thot në për tokë dhe unë e vrapojsha me kap, thot a këtë ëndër të keqe mos e kallzo kërkujt. Se është prej shejtanit. Më thënë, mos ja mundso që shejtani mundi i kënaqur dhe i privilegjum se ti po i tregon dikujt një ëndër të keqe që i ke pa. Andaj, në vazhdimisht kërkojmë mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Forma tjetër është kur shejtani afrohet tek biri i Ademit gjatë hajës të pijës. Kur njëri futet në shtëpi dhe nuk thot bismillah, nuk e përmend Allahun azza wa xal, shejtani thot kemi gjetë ku me flet. Nëse nuk e përmend emrin e Allahut kur han dhe kur pin, shejtani thot kemi gjetë thot atë ushqim e kështu me radhë. Vjen shejtani në biznes, në treg, thot pejgamberi sa mos jeni të parët të cilët futeni në treg as të fundit të cilët dilni prej tregut, sepse janë vende ku, më thon, e zhvillon aktivitetin shejtani, sepse aty bëhen dallavera, aty bëhen mashtrime, aty bëhen gjëra të ndryshme. Edhe vazhdon shejtani në forma të ndryshme me deviju njeriun. Prej mjeteve që i shfrytëzon shejtani, dhe kjo është me rëndësi, prej mjeteve që i shfrytëzon shejtani, për me ndiku tek njeriu, tek biri i Ademit, është nervozizmi. Kur është nervoz, mundohet që ky me shti, me fut këtë njeri, me i thy urdhnat e Allahut azza wa xal. Me i kundërshtu urdhnat e Allahut. Me fol ndonjë fjalë që hidhron Allahun subhanahu wa taala. Me bën ndonjë padrejtësi gjatë hidhrimit. Me fy, me marrë mëkate. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa njeri cili ka qenë nervoz, thotë e din një fjalë, po nëse e thot ky njeri, do t'i largohet nervozizmi. Është me thënë udhu billahi minash shaitanir rajim. Shejtani e shfrytëzon rastin përmes gjinisë femrore. Ku mundohet që përmes gjinisë femrore që me i qytë me shkujt dhe me i fut në mëkate, duke filluar prej shikimit e pastaj dhe më thënë dhe veprime tjera të ndaluara. Qofshin biseda, qofshin qate, qofshin shkrime, qofshin fjalë të ndryshme që hidhrën Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu shejtani e përdor si mjet muzikën. Ku mundohet përmes muzikës me ja ngjall epshin e njerëzve dhe me i fut ata dhe për disa mendime dhe për disa veprime të këqija, sikur se që sot nuk e kemi pra adin ato gjërat të panjohura se çka bëjnë në përtubime të muzikës, dhe si për hapet e keqja, dhe si përdorin gjëra të ndryshme, gjëra të ndaluara, sikur në pije, sikur në veprime. Allah na ruajt dhe shëroft këtë popull nga këto vese të këqija. E shfrytëzon shejtani edhe një metodë tjetër me njeriun, edhe një mjet, është për shembull shpejtësia. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, at-ta'anni min ar-Rahman wal 'ajalatu min ash-shaytan. Ngutia është prej shejtanit, kurse maturia është prej Allahut, prej mëshiruesit, prej mëshirbërësit. Mundohet shejtani me përdor një mjet tjetër, harresën. Tregon ku shejtani disa njerëz, thot Allahu azza wa jall, i bën për vete. Istahwadha alejhim ash-shaytan fansahum dhikra Allah. Kur i bën shejtani për veti disa njerëz, pra ka pushtet mbi ta, e pastaj më ja u harron përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Me disa angazhime që mirët njeriu, se ka bërë shejtani për veti. Me disa aktivitete që janë aktivitete pro shejtanit, ja bën që me harru namazin, ja bën që me harru dhikrin, me harru përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu prej mjeteve
që duhet kemi kujdes është vezvesja. Vezvesja është gjë e rrezikshme, sepse është një stres psiqik, ku personi i cili ishte me vezvese, i vjen shejtani në mendime dhe ndikon të kaj më letë. Shikoni se çka thot Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja. Vjen shejtani dhe e merr birin e Ademit në qafë. Këtu e merr shejtani birin e Ademit në qafë. Nga këtu ja bën rezonancën. Dhe shikon se si mund të devijoj unë këtë njeri. I vjen ka dera e epshit. Të nëse dera e epshit, kjo është një person epsharak, atëherë i vjen ka dera e epshit, ja hap të më thënë derën e epshit, derën e kajtjeve, derën e harameve. Se të të këtë ka merak. Nëse është e mbyllur, se është i përmbajtur këtë aspekt, ka imanin mjaftueshëm të fortë, nuk devijon letë në mëkate, atëherë i vjen ka dera e dyshimeve. Nëse është dera e dyshimeve hapur, atëherë futet ka dera e dyshimeve. Fut vezvese në akide, vezvese në emrat dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall. Fillon me hulumtu, çka është, qysh, tek, ka din pyetjet filozofike, derisa e fut pra në dyshime, Allah na ruaj. Dyshime të rënda. I vjen me vezvese në namaz. I vjen në vezvese, dyshon në nderin e antarëve të familjes. Vezvese të ndryshme vetëm me dëmtu besimtarin. Thot Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja, nuk ka gjë më e dashur për shejtanin se sa besimtari kur është në pikëllim dhe në dëshpërim. Është i mërzitur. Aty let mundet më u fut shejtani dhe më i bë vezvese njeriut. Andaj kur i dim këto rrugë duhet të mbyllim vëllezër të dashur. Allah nuk ka zbrit kot surën an-Nas, ku i mëson besimtarët të kërkojnë mbrojtje, kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Ajetet e fundit, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ai i cili i bën vezvese në gjoksat e njerëzve, qofshin gjin apo njerëz. Andaj du të kemi kujdes nga vezveset, sepse besimtarët nuk kanë problem me harame, nuk kanë problem me epshin këtë, po flasim dhe thënë në përgjithësi. Tek besimtarët si ndikon më shumë, ndikon me vezvese, me dyshime. Futet në ato dyshime se nuk din sa herë ka marrë abdes për më falë namaz. Ka 2 orë, ka njerëz ka 2 orë merr abdes. E përsërit namazin, nuk din sa rekate i ka falë. Nuk jam duke falë tamam, përsëri fillon. Derisa t'ja mërzit fen, më thonë që ma mirë po e lose s'po muj ma. Kemi rastet të tilla. Andaj kujdes. Vezvesja është e rrezikshme, që shfrytëzon shejtani këtë çështje. Do të më njëherë mu ballafaqu me vezveset. Jo me i dëgjum dhe me ju përgjigj vezveseve. Ke marrë abdes, sakte kam abdesin, një herë. Po përsërite, jo, sakte kam abdesin. Namazin, ndoshta diçka ka dalë, ka ikë ndonjë gaz. Nuk kam dëgju, thot pejgamberi sa mos e largoni për namaz, përderisa nuk dëgjoni ndonjë zë apo nuk ndini erë. Sakte ke namaz, ka thënë pejgamberi sa u kry, kështu të pranohet namazit tek Allahu Azza wa Jalla. I lava 2 herë duart apo 3. Nuk është kusht me la 3, lej 2. Lej edhe 1, sepse është sunet edhe 2 herë ndonjëherë, edhe 1 herë.
Vetëm se mos me përgjigj shejtan, mos më thonë jo më mirë 4 sa 3. Jo, më keq është 4. Pse suneti është përfundimi i sunetit është 3, nuk ka më shumë se 3. E kështu i mbyllim dyert e shejtanit që të futet tek ne. Duhet të kemi kujdes o vëllezër dashur se shejtani nuk e devijon njeriun me njëherë, njeriun e udhëzuar, nuk i thot le namazin. Por mundohet që njëherë më vonu namazin, e pastaj hajse s'ka kohë për me falë sunetin, falë vetëm farzin. Ta ka vonu namazin, ta kalon sunetin. Edhe më tani, kur fillon më u falë, tani fillon veç farzet, se po i doke si gatë me i falë edhe sunetit. Andaj, më thonë, hajse veç farzet. Edhe mo, fillon dal nga dal me i vonu, dal nga dal me i bashku, edhe tani, kur ti bashkon namazit, duke shumë gjatë sikur se mi falë teravit. Edhe dal nga dal e len namazin. Për të arsye thotë Allahu Azza wa Jall, "Wala tattabi'u khutuwati shaytan." Mos i ndiqni, o ju besimtar, mos i ndiqni hapat e shejtanit, se shejtani e bashtron njeriun hap pas hapi. Allahu Azza wa Jall ka thënë për këtë gjë, Allahu ka thënë në Kur'an, mos ju afroni zinas, nuk ka thënë mos bëni zina. Mos ju afroni zina, se po ju afrove, i ndiqe hapat e shejtanit, atëherë do të bish patjetër. Andaj, prej hapave të shejtanit është që më largu harameve. Për më mbrojt prej hapave të shejtanit. Ka thënë një poet arab, sa i përket njeriut se si bjerë në zina. Ka thënë, nadhratun, febtisametun, fe selamun, fe kelamun, fe mauidun, fe liqaun. Mas para është shikimi, hapat e shejtanit. Është shikimi. Shikon haram. E pastaj, e pason hapi tjetër i shejtanit. Është buzëqeshja. E pastaj, vjen përshëndetja. Përshëndetjen e pason llafet dhe fjalët, bisedat. Dhe atë e pason pastaj lënia e takimit, e pastaj arrihet bashkimi. Dhe këto janë hapat e shejtanit, që duhet kemi kujdes, për të arsye thotë Allahu, mos i ndiqni hapat e shejtanit. Të merrni shejtanin për armik. Ajeti tjetër, shejtani me të vërtet është armiku i juaj i hapur. Vëllezër nderuam, pasi kuptum format se si e lufton shejtani besimtarin dhe mjetet apo armatimin që e përdor shejtani kundër besimtarit, patjetër vëllezër të dashur që duhet të jemi të përgatitur dhe të mbrojtur edhe ne si besimtar për të shpëtuar veten tonë, për të shpëtuar, për të ruajtur imanin tonë. Vëllezër dashur, prej gjërave më kryesore, më mbrojtëse për besimtarin është sinqeriteti. Të jemi sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Se shejtani shikoni se çka thotë. O Zot, ti pasi më ke larguar mua dhe më bëre të devijuar, unë do t'ja stolisi, do t'ja zbukuroj në tokë haramet, veprimet ndaj njerëzve, përpos ata të cilët janë të sinqert. Të sinqertit nuk mundet shejtani me i devijuar ata dhe me ja zbukuruar veprimet e tij. Pra, këtë gjë në ka të reguar Allahu në gjuhën e shejtanit se që ka thënë. Këta nuk mundet me i deviju të sinqertit. Pra, të jemi të sinqert me Allahun subhanahu wa taala në imanin ton,
në veprimet tona. Çka do që të bëjmë? Ta mësojmë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ta luftojmë rian, syfaqsin. Ta mësojmë vetëm mos jemi ata njerëz të cilët do të japin diçka, por 1% kam qef që dikush më pa. Ja 20% më pa, 80% për hir të Allahut nuk e pranon Allahu azza wa jalla veprim. Veprimi duhet të jetë vetëm i pastër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo arrihet me ushtrim, me ushtru nefsin, me kalit nefsin. Atë çka bëj vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, derisa të bëhet njeriu i sinqert me Allahun azza wa jalla. Ajeti tjetër i Allahut azza wa jalla ka të bëjë me adhurimin, ta sinqeriteti edhe adhurimi. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Tek robët e mi, ka thënë Allahu shejtanit, ti nuk ke ndikim, nuk ke pushtet mbi robët e mi. Përpos ata të cilët të ndjekin ty, të pasojnë ty prej të humburve. A tek robët e Allahut subhanahu wa taala, tek besimtarët të cilët janë të sinqert dhe i kryjnë adhurimin ndaj Allahut azza wa jall, nuk ka mundësi shejtani me deviju. E treta vëllezër dashur, kërkimi i mbrojtjes prej Allahut subhanahu wa taala. Ai keni parë që namaz themi eudhu billahi minash shaitanir rajim. Lexojmë duan e hapjes së namazit dhe më pas para al-Fatihas eudhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut azza wa jall nga shejtani i mallkuar. Pastaj, ka thënë Allahu azza wa jall, kur të lexon Kur'an, fastaidh billah minash shaitanir rajim, duhet prapë me kërku mbrojtjen e Allahut azza wa jall nga shejtani i mallkuar, edhe kur dojmë me lexu Kur'an. Është urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Që mos të futet shejtani gjatë leximit, domethënë me vezvese, çka është kjo, çka është me na fut neve domethënë mendime të ndryshme. E largojmë shejtanin. Kur jemi të hidhruar, themi udhu billahi minash shaitanir rajim. Domethënë me kërku mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala dhe kur hyjmë në WC, kur dalim prej WC-s, domethënë vazhdimisht me kërku mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Po edhe në xhami na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë kur të futemi në xhami, me kërku mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, domethënë në çdo vend. Po ashtu vëllezër, prej mbrojtjeve të shejtanit është që të lexohet Kur'ani. Mund të lexohet Kur'ani në shtëpiat tona. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra mos i bëni shtëpiat tuaja varre. Dhe me një shtëpi ku lexohet sura Al-Baqara nuk ka mundësi të hyjë shejtani aty. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Baqara. Lexoni surën Al-Baqara. Sepse akhdhuha baraka. Leximi i surës Al-Baqara sjell bereqet. Wa tarkuha hasra. Dhe lënia e surës Al-Baqara është pendim. Është gjë shumë e keqe, i bish pishmanit, pse se ke lexuar. Wala tastati'uha al-batala. Dhe nuk ka mundësi atë familje me dëmtuar magjistarët. Në të përmes shejtanit nuk ka mundësi me dëmtu atë familje magjistarët. Po ashtu vëllezër dashur, është dhikri përmendja Allahu subhanahu wa taala. Përmendja Allahut azza wa jall në mëngjes, në mbrëmje. Para se me flejt, e kërë pa, kur të lexojmë dhikrin para se me flejt, sa qetë flejmë, kur të lexojmë ajetul kursin, çdo kujt, thuj edhe xahilëve të cilët shohin ëndrat e këqija, lexoj ajetul kursin, thot shumë rahat komplet. S'kam pa më ëndrat të këqija. Normal se largohet edhe shejtani. E tash. Abdesi të ruan prej ngacmimeve të shejtanit. Më të kur flenë nëse merr abdes që ka ardhur në hadith, më të 2 melek vinë të koka, o Zot, ruajel që lutën më të për atë besimtar.
Edhe gjëja e rëndësishme është o vëllezër që të qëndrojmë me xhamat dhe ta falim namazin me xhamat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse 3 persona janë me një vend banim apo me një fshat dhe nuk falin namaz ata bashk, përveç se atë vend e ka marrë dhe ka pushtuar shejtani. Dhe do të kapuni për xhamatin, kapuni për bashkësinë, sepse ujku e han delën e cila ndahet prej kopës. Domethënë, jemi 3 vetë me një vend, ne duhemi që të bashkojmë dhe të falim namazin bashk, të bëjmë një xhamat. E jo çdo kush në shtëpiat e tyre, sepse kjo do të thotë që shejtani na ka pushtuar neve. Të jemi të bashkuar dhe të falim namazin me xhamat. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani për njeriu është sikurse ujku për delën. Pra shejtani është ujk për njeriu, sikurse ujku që është për delën. Dhe ujku han delën e cila ndahet prej kopës. Dhe thot pejgamberi sallallahu në vazhdim, kujdes dhe mos e largoni në për rrugica, kapuni për xhamatin, pra jini të bashkuar. Edhe besimtarët më të bashkuar janë në namaz, në namaze, 5 vaktet e namazit, me i fal bashk, atëra shejtani është më larg neve. Vëllezër dashur, kjo ishte shkurtimisht dhe një pasqyrë se çka vepron shejtani kundër birit të Ademit dhe si të mbrohemi nga ky ballafaqim i shejtanit, nga kjo luftë e shejtanit me neve. Armiqësia e shejtanit është deri në momentin e fundit të jetës tonë. Mundohet shejtani që edhe në momentin e fundit të kësaj dynjaje me deviju njeriun dhe me fut në pabesim. Duke u munduar që ta fut në kufër dhe në ato momente të vështira mundohet që me deviju njeriun duke i premtuar shpëtim dhe ndihmë. Allahu na përforcoft, Allahu na ruajt. Mashtrimet e shejtanit janë të ndryshme, përdor metoda të ndryshme, derisa dietarët kanë shkruar libra për këto gjëra, për format dhe mashtrimet dhe hilet e shejtanit. Sigurisht që është një libër për atyre librave Telbis Iblis, pra që flet për hilet e iblisit. Se çka përdor iblisi. Nëse nuk mundet iblisi, shejtani me deviju, do të mundohet që nëse prej 10 devijime s'ka arrit, bile thot një devijim. Nëse s'ka mund njëri me fut në 10 harame, thot bile me diçka dal. Nëse nuk mundet me fut njëri në harame, ja hap një derë të halalit që ky njeri të miret me halale, me gjëra të lejuara. Dhe ti humbin pastaj shumë shpërblime tjera. Që atë shumë ky njeri zgjerohet në halale, në gjëra të lejuara dhe i ikin shumë shpërblime. Nëse nuk arrin edhe shejtani edhe këtë tek besimtari, mundohet diçka tjetër me fitu. Nëse është duke i ka disa ibadete përpara, mundohet që me angazhu këtë njeri me një ibadet që është më pak shpërblim, që ka më pak shpërblim, dhe ti i ka ibadeti që është më shpërblimor, që është ibadeti më i madh. Sa njerëz ka që letë kanë më ngritë dhe me falë namaz natë, namaz nafile, kurse nuk ngritet për namaz sabahut apo namazet tjera nuk i falë. Thot jam duke ndikë kënaqësi namaz natë dhe shpesh fali namaz natë, kurse farzet nuk i falë. Dhe kjo është pra mashtrimi i shejtanit, ku mundohet që bile nëse është me një ibadet, t'ja largoja atë ibadetin më të madh, në të mirët me një ibadet që ka më pak shpërblim. Nëse tu kanë hapur dyert të hajrit,
ti je një person që mundesh me qenë shumë aktiv, me bo shumë punë të mira të hajrit, ty e ka me të angazhu me një hajr më të vogël, që ti mos jesh domethënë një person produktiv që fiton shumë shpërblime, por miresh me një hajr më të vogël. E lutim Allahun Azza wa Jall të na udhëzon në rrugën e drejtën ndaj fal mëkatet. E lutim Allahun Azza wa Jall të na ruaj prej veseve, prej hileve të shejtanit. E lutim Allahun Azza wa Jall të jetë Allahu i kënaqur me neve, dhe të na merr shpirtin ku është më së i kënaqur me neve. E lutim Allahun të na ruaj në momentin e fundit nga mashtrimet dhe tentimet e shejtanit. Allah na shpëtoft, Allah na ruajt. Allah më na bashkov në xhenetin Firdaus bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët dhe njerëzit e mirë. E lutim Allahun Azza wa Jall na ruaj nga çdo e keq. E lutim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë edhe të tjerët. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.